Atëherë përshëndetje për gjithë. Sot jemi mbledhur me vazhdu me shpalljen e aktgjykimit. Paraprakisht ju tërheq vëmendjen gjithëve që të runi rënien e qetësinë dhe mos të ketë asnjë lëvizje apo përshkëritje më të vogël, në të kundërtën, personat përgjithësi janë të obliguar me ndërmarrë gjitha veprimet dhe me largu nga salla çdo që prish rëndën dhe qetësinë në gjykatore. Trupi gjykus, në përbërje prej antarëve të trupit gjykus, nga dhënimari kryetari i trupit gjykus, me antarët e trupit gjykus, gjyqtarja Donik Shala Abdyli dhe gjyqtari Rahman Beqiri, pas këshillimit dhe votimit, kanë çmuar se nuk nevojitet që përsëri të hapet shërtimi gjyqësor për plotësimin e procedurës ose për sqarimin e ndonjë çështje konkrete. Andaj në bazë të nenit 358 të kodit të procedurës penale, në emër të popullit merr dhe shpall këtë aktgjykim. Të akuzuarit Blagoje Spasojević, Vladimir Tollić, Dušan Maksimović, me të dhënat si në procedurën të shërtimit gjyqësor, të gjithë të lartcekurit janë fajtor. Sepse me datë 24/09/2023, nga ora 09:00 në fshatin Banjës të komunës së Zveçanit,
të akuzuarit Blagoje Spasojević, Vladimir Tollish, Dušan Maksimović, së bashku me pjesëmarrësit e tjerë të grupit tani të aratisur, me rolet të ndryshme, duke filluar nga roli i bllokimit të rrugëve, të trajnuar në mënyrë profesionale, ku pjesa më e madhe e grupit pasi që kanë hyrë në mënyrë të organizuar përmes rrugëve malore ilegalisht në territorin e Republikës Kosovës nga Republika e Serbisë, me 10 vetura e disa prej tyre edhe të blinduara, të mbushura me armë të rënda, municion, raketa hetse, eksploziv, uniforma të kamufluara ushtarake dhe pajisje logjistike ushtarake, fillimisht kanë bllokuar rrugët tek ura e fshatit me 2 kamion, pastaj janë fshehur dhe kanë zënë pozicionet e tyre dhe pasi që kanë ardhur zyrtarët policorë të Republikës Kosovës për të hequr kamionët dhe liruar rrugën, në ato moment i kanë sulmuar me eksploziv dhe armë të rënda, me rast tek ura e fshatit ka mbetur i vrarë zyrtari policor Afrim Bunjaku, si dhe është plagosur zyrtari policor Alban Rashiti, e janë lënduar zyrtarë të tjerë policor Çlirim Shaqiri, Mirsad Kryziu, Sadat Dushi, sulm ky i cili ka vazhduar deri në orën 15, ku shumica dërmuese e këtij grupi janë arratisur në drejtim të rrugëve malore për në Republikën e Serbisë. E gjithë kjo me qëllim që seriozisht të destabilizoj dhe shkatrojnë strukturat themelore politike, kushtetuese, ekonomike e shoqërore të Republikës Kosovës. Përmes këtij plani mirë të organizuar, përmes përdorimit të dhunës me armatim të rënd, kanë tentuar që të shkëpusin pjesën veriore të territorit të Republikës së Kosovës, respektivisht komunat e banuara me shumicë serbe dhe këtë pjesë të territorit ja bashkojnë Republikës së Serbisë, me rast si rezultati i dhunës së përdorur ka vdekur zyrtari policor Afrim Bunjaku dhe është rrezikuar jeta e zyrtarëve të tjerë policor dhe popullatës civile. Me këto veprime, të akuzuarit kanë kryer veprat penale, kryerja e veprës terroriste në ndërlidhje me vepra të rënda penale kundër rendit kushtetues së Republikës së Kosovës. Në mbështetje të dispozitave të Kodit Penal të Republikës së Kosovës dhe Kodit Procedurës Penale, kjo gjykatë shqipton dënimet si vijën. Të akuzuarin Blagoje Spasojević e gjykon me dënim me burgim të përjetshëm. Në dënimin e shqiptuar me burgim i llogaritet koha e kaluar nën masën e paraburgimit. Të akuzuarin Vladimir Tollish e gjykon me dënim me burgim të përjetshëm. Në dënimin e shqiptuar me burgim i llogaritet koha e kaluar nën masën e paraburgimit. Të akuzuarin Dušan Maksimović e gjykon me dënim me burgim në kozgjatje për 30 viteve. Në dënimin e shqiptuar me dënimin me burgim llogaritet koha e kaluar nën masën e paraburgimit. Të akuzuar Blagoje Spasojević, Vladimir Tollish, Dušan Maksimović, me akvedim të veçantë ju vazhdojnë masa e paraburgimit deri në plotësishmërinë e këtij aktgjykimi. Konfiskohen sendet e sekuestruara, respektivisht mjetet të cilat kanë mësuar kryerjen e veprës penale. Lidhur me shpenzimet e procedurës penale, të akuzuarit që janë gjetur fajtor, secili veç e veç, urdhërohet që në emër të shpenzimeve të procedurës gjyqësore të paguajë paushallin gjyqësor në shumë prej 500 eurove, ndërsa për programin për kompenzimin e viktimave të krimit shumën prej 100 eurove. Të gjitha këto në afat për 15 ditëve nga dita e plotësishmërisë së këtij aktgjykimi. Të dëmtuarit, lidhur me kërkesën pasurore juridike, udhëzohen në kontest të rregull juridiko-civil. Sa i përket arsyetimit, një arsyetim më i detajuar, lidhur me çështjet ligjore të aspektit procedural, konstatimit mbi gjendjen faktike që ka vërtetuar kjo gjykatë, si dhe vlerësimet për sankcionin penal të shqiptuar, do të jepet në arsyetimin me shkrim në detajet të kësaj gjykate. Krejt në fund, gjykata jep këshillën juridike, ku kundër këtij aktgjykimi është e lëjuar ankesa në afat për 30 ditësh nga dita e marrjes së të njëjtit. Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë përmes kësaj gjykate. Ky është vendimi i gjykatës. Faleminderit.